Kënd shumë. Faleminderit e Duna. Në një shtëpi plot me dashuri dhe ngrohtësi, jetojnë dy motra të vogla që ndriçojnë ditën me buzëqeshjet e tyre. Meralba, 6 vjeçe, e zgjuar, e kujdesshme dhe gjithmonë e gatshme të kujdeset për Amlën, e cila është 4 vjeçe, plot energji, kurioztare dhe e dashur pa mos. E kena raportin të mërë dhe gjithë kalojna mirë bashkë. Kalojna mirë edhe pa pas parashy kalojna mirë. Knaqëm gjatë ditës. Kom që ditën vetëm e nëjvish për ta. Si për fillim e shumë pëlqen ma shumë forca e soj edhe që kujdeset që më kujdeset gjithmonë. Është edhe ka herë pojna kështo hajgore atës që nuk ngucëm, po pojna kështë që po pojna hajgore gjujna bashkë knaqëm tonë ditën. Si për shembull se fillimet që ato ditët e bora që ardham da njetë, unë ju më gjënë të rrua dhe se e këmë po e ti që kam konë, që kam e do shumë edhe kam konë, s'ka me mund në një ditën pa ta. Qatë ko am dhe nevojën e bëjë për ta. Kam e konë krojë gjatë jam le, që kam kujdes që për ta. Në një qëshore kam një surprizë për kreativëve, për festën e fëmijëve. Ato kishin një lidhje të veçantë. Meralba kujdesej për Amlën me dashuri të madhe, duke e përqafuar sa herë që ajo ndjej keq. Amla nga ana tjetër e shikonte Meralbën si heroinën e saj, dikë që gjithmonë e bënte të qeshte dhe i mësonte gjëra të reja. Amla e ka këtë profesionin e ka ndryshe, si ore e ka këngëtore që e ka pak ma që më bo karatista që me forës. Rashta në moshën 2 vjetë e më këndu një këngë, për moshën 2 vjetë e më kuptu që kam bo këngëtore dhe që kam kom profesionin jam. Për këngëtore nuk e bëj fjolla, më për momin nuk e ndoj. Për asë këngëtore nuk e dugle përveç momin. Bisedojna dhe si fillim është kur e kam pushem në shkollë, kur është mutra në gjomë bisedojna knaqë. Shirat në shkatrojnë me shira, po edhe kështë është të tërë. Nëse do në më nga u këndu një refren të një kongës për ta. E bukra ime, o motra ime, e paqetën veç kësime. E bukra ime, e qëtadine, zvohen dy si motra ime. Ëmbëlsia e Meralbës është e njohur tashmë edhe në rrjetin social TikTok. Në menaxhimin e tezës së saj, ajo poston video të ndryshme prej të cilave merr shumë pëlqime dhe komente pozitive. Unë du të adhin ma shumë, okej? Unë du të adhin ma shumë. Shumë du. Për videot e TikTok, sa që të dojtë që s'po thëmë të gjithjovët, po pësarë du në bo TikTok a baj, edhe nuk e di, baj kështu TikTok a. Edhe tani, si fillim, për 11 vete në trap, e jam në shkollë, 11 shkojnë në shkollë, tani në talë qona, edhe tani ku gjyve shkollë, filloj me këqyrë pak në gjatë TikTokin në trap, edhe pëse unë se moj TikTokin trap ma mund të etja, edhe këshyrë taj video, naj qam ka qitë, qa i kum qitë edhe i këshyrës, për shambull, videot e mja. Më kanë thonë edhe mëtë se viti 2 të qëtash, më kanë thonë edhe vitin e parë, më ka thonë që
Pe kura ke nisi mu bon këngëtare, pe që thok nën. Ja ka nisë mu thonë qëto. Po ta shumë qa njëzve edhe po më njohin, pe që këto që edhe kur po dalë po njohin, edhe po në te për mirë. Po, më vinë, qëta është, më ka në orë këtë gjasë shumë, që kom e cilë qatë kongën, më vinë tash në 300, 200. Mos ja prish një lumë të rinë, mos ja brek një dashurin, as kërkush mos ta provoj, se nënas ju lejon. Fjalla në kudo në bot, zjallë zemra dashuri, mirë më njës jetës i thot, se nëna din njëri. Kjo dorë që tu ndi djepin, ti zbotën e sundon.